Allahu Dhul Gjelal për mashtrimin kështu na flet. Thot Allahu fuqi plot: "Wailul lil mutaffifin alladhina idha iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Thot Allahu fuqi plot në fillimin e kësaj kapitine, madje kjo kapitin edhe e bart emrin e kësaj vepre të shëmtuar, kapitina mutaffifin. Mutaffifin në gjuhën tonë i bie ata që u marrin hakin të tjerëve, ata që i mashtrojnë të tjerët, qoftë kur shesin, qoftë kur peshojnë, qoftë kur matin, apo në çfarëdo lloj veprimi që ata e bëjnë, mashtrimi është prezent. Tani këtu ajeti na flet, thot: "Wailul lil mutaffifin." Mjerim për gjithë ata të cilët u marrin dhe u han hakun të tjerëve. Alladhina idha iktalu 'ala an-nasi yastawfun. Janë disa njerëz hileqar, kur blejnë diçka dhe kur të tjerët u apeshojnë apo u amatin gjërat e blera, ata e kërkojnë hakun e tyre. Por kur të tjerëve ju ofrojnë shërbime të ngjajshme, u ahajnë hakun. Qoftë kur peshojnë, qoftë kur matin, qoftë kur prejnë, i dëmtojnë. Kjo është një formë e mashtrimit. Dhe brenda këtij ajeti, sikur shpjegojnë dietarët dhe ulemat islam, bëjnë pjesë gjitha mënyrat dhe format e mashtrimit. Ne nuk duhet ta kuptojmë bukfalisht ajetin. Po, ajeti na flet për peshorën. Apo kur njerëzit matin dhe peshojnë dhe prejnë, po e zojnë ai personi, ai basmagjia i cili shet basma, materiale, ai prejnë edhe mat, disa centimetra ja vjedh, po mi vije keq që po shprehem kështu, ose ai i cili peshon. Sot kemi peshore moderne, digjitale. Njerëzit të cilin shesin vetura dhe nuk e tregojnë kilometrazhen e sakt të veturës, ndërhyjnë duke i zvoglu apo duke i rrit. Ai i treti i cili merret me ndërtim bën hile në kualitetin e materialit ndërtimor. E kështu me radhë, do të thotë çfarëdo lloj forme dhe mënyre që mund tjetë mashtrimi bën pjesë në këtë që Allahu te baraka wa taala ka sugjeruar që ne të jemi larg prej kësaj vepre të shëmtuar dhe duhet ta braktisim dhe duhet të edukojmë fëmijët tonë, bashkëqytetarët tonë, që mashtrimi nuk duhet të jetë pjesë e mentalitetit dhe karakterit tonë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam në formë të përgjithshme e ka një slogan të fuqishëm ku thot: "Men ghashana falaysa minna." Ai i cili neve na mashtron, ai i cili neve na bën hile, ai i cili në mirë besim e keqpërdor besimin ton, nuk o prej neve, nuk o prej muslimanëve. Zakonisht mashtrimi në të shumtën e rasteve vjen si rrjedhoj e mirëbesimit. Kur pala tjetër ka të mirëbeson, dhe ky mashtruesi tash e keqpërdor mirëbesimin e palës tjetër dhe abuzon me atë mirëbesim. Por kur ne e kemi frigën ndaj krijuesit fuqiplot dhe brendin dhe karakterin ton e ushqejmë me norma etike nga Kurani dhe mësimet e pejgamberit alayhis salam, edhe atëherë kur nuk na sheh kamera,